Përshëndetje njerëz, jemi te rubrika tjetër e re që ju kishim premtu, Shadow News. Dhe nisim butshëm, a kupton se nuk ka lezet më me bëh sherre, potere, gjona, kthehet, thashe. Ty shpjegojmë pak a shumë se për çfarë bëhet laf. Këtu do ju majmë kështu të informuar që mos përdorin fjalë anglisht rreth animeve më të fundit, lajmeve, gallatave që ka lidhje me animet e shumë gjëra tjera plus humorin që do fusin dhe mrena vetë se të bëhen mërzitshme me i bë si emision lajmesh. Pavarësisht se emrin e ka Shadow News. Tobe, çon që drejt shumë. Na, prezentoni dhe neve ju lutem. King Kai i thon anglisht, por shqip si i thon valla. Si ta thon emrin shqip të mërzotni që po vërtetën e lart. Mreti Kai. Mreti Kai, tobe, ko jemër drejt se na kishte marr molli, më na kishte marr molli, se s'po të shohim. Jam më drejt, po keni bëj gjëra të bukura, ha? Pa halli më na bë halli se na kërkojnë por çfarë të bëjmë tash? Do të më shtuj rrog në fund muajit, se s'kena çfarë më i bë vallai. Sa për lekë bodi? E në ti? Bo. Nese, mreto. Ta javevi habert parë me gjithë në ka lidhje me ty direkt, a kupto? Amin inshallah, për veten time. Dragon Balli kthehet pas para Covidit ka marru, vjet tash, shifet çfarë do bëjnë. Remake sagën e Beerus-it, se ishin mërzit me ato animime që filluan të gjithë, jo po Goku kështu, jo po tjetri kështu, jo po ky ashtu, tha hajde ti bëjmë remake nga e para. A mos e përmend atë çonin kështu Leila se e kena pronar të keqen. E di po. A mund të keqen. Ja pra ta maj mirë, a kupton se ju ngeli qefi dhe hajde bëjmë edhe nga e para ta zbukurojmë çike, a kupton? Ha pra mo. Mirë kjo, masi të bëjmë remake-un, që do e shkurtojmë pak se thanë flej gjumë prapë, po thanë, po vazhdojmë edhe mangën aty ku e kishin lënë, me qëse shumë njerëz thanë vdiq Akira, Rafmet Pasi shkreti, se sot po regjistrojmë. Që më je këtu, një këtu e kam për krau, po të një gjë. Si para çfarë, a mirë atje? Mashallah, kamerak për të spis. Akira, përshnesim lale. E në Kirat përshnet. Bone 2 vite atje lart, inshallah ty e kalu mirë. E në mas kësaj, masit të marrojnë arkun e Beerus-it, do vazhdojnë mangën me animim të plot të Galactic Patrols, i thonë anglisht, se unë s'di anglisht, ta boni halal. Edhe me radhë, kush ka pa mangën. Ta të rrugorës që qarkullojnë këte sipër. Na çmeni s'di ka ti shoh drejqit, nëse më flet ka sipër, unë shoh majtas djathas janë bë me hije. Po mi me që pe majtas djathas e në sipër veç poshtë nuk pet, kom pruj përsheshën. Ja, si ha këto gjona. Po të kom pruj përshesh poshtë ka ana tjetër, ashtu. Pra mo, se këta çunat bëjnë dhe delivery, këta të Galactic Patrollit. Ufo burger. Hajde mreti Kai, hajde, ata hapa pas lejo. O ta hapësh e ta hash. E të rezije drejq. Më mirë, usta gjo, mos e merë me të shpejti, ka dal. Se në dridhen e në durit, se kena emocioner, se nuk e lësho dorën kollajti. Mirë. Inshallah nuk është pikante si humori jot. Ja, vallahi. Vajnone. Qa më shave dita shi se po e kap qik me vënesu. Jora si herë, humori pikant është gjithmonë më i mirit. Pas ati të ziu. Pikante ke pra dhate. Patate. Ta mush është rryllin e në të mbosh punën sa glom. Një ti vem patate të të tjede. Hojer. E ke të qame atë, e ka bo vetë pronari Galactic Patrollit. Super Saiyani numër 1. Ashtu të keqen. Ajde, një kozmike, ajde. Fiks pra me ato erdhen këta këtu. Bismillah. Nuk futet feja në Galactic. A besojmë zota valla ti na fol gjithkohës. Nuk përmena emra. Ai këtë qesën në mërzi. Ai qesën. Le emër aty lart më gazep, që e du bo. Pra. Tomël. Pra mo. Mishtona. A të vazhdojmë tash prapë me Dragon Ball? Patjetër, na falni. Nuk maron kë. Do bëjnë në loj. Shive ç'a bën tash për të ngatruar rap. Loja s'ia vun emrin Year 1000, viti 1000. Por pa dashje këta mjeshtrat që po bëjnë lojën, e nxorrën aty të xinaver streshje, ne fshin pun minuta, shtesa për të fut xixa. Kështu që ju prisni ç'a doni dhe. A thot që do dali nga këto dyja, Xenoversia këtë tjetër? Po, si logjik si thonë këta tash siç kanë nxjerr trailerin, Xenoverse duket, po I kanë futur edhe pak Sparking Zero nga grafikat që mos ta bëjnë shumë të thatë, po inshallah, s'po e qisin shumë shtrejt se vallahi
s'ka në parë, a kupton se na çkëritit marroj me vjet, po na shihni ju nga lart sa Po njëra. më po dhe ne po shohim nga ju poshtë, këte i lartë s'po ka gjë. Asa ne s'ka pa legë. Ja, E zoti madh jo. Nese, faleminderit. o Mredo, Mm, vazhdojmë një lajm tjetër valla se jepi lale. ta ndrojmë faqen. Ashtu. Na shtejna, shive çka ka tjetër këtu vetëm për ty, se do më thush pastaj s'ka lajme. Oje. Rikthehen më në fund si planetet me datë 28 shkurt kur ishte, që u vun rresht gjithë Big 3. A mon mërë se nuk e pam ato planetet, po të shofin pak të këto Po Big këta do i 3. shofe mëre se shive kush është shive. Naruto vje prap, se Ah, ka të bëjnë. keqe, më Nuk e mluj. di, shkoni kërkoni vetë, po do ketë sa episode speciale thon. Masanit, One Piece 5 prill vazhdon Elbafi. Aty ku e la, bon ca pushime për të mbledhur çik shpirtin se Push me çunat e rrugës Bardhylle? i sezoni më i gjatë 1000 episode. E, po kom mor vesh vallaj që kthehet sezonale tash tamam. Po, tash e kanë bërë shumë i Presim. sezon, e ne më tani tham po bëjmë ca sezone të vogla, meqense a kuptoj, ju bëm njerëzve kështu ditë për ditë, javë për javë aty që prej kur e mendon thellë sa kanë lejë masi ka filluar One Piece, këto që e shohin sot çajnë do 20 vjeç. Po, për mo. E në e treta që kanë dynjoja vite që presin, Bleachi, Final Arc, më në fund ka për të plas sherri siç se ka prit asnjoni. Gjithë kanë për të therë, bankaj këne, bankaj ane, bankaj drejt, nejse pa garanci ka kjo. A je këno që ka jo? Uf, mo, vetëm Atë bankaj mor këtej nalt shat mos liga, jep ti jo. se. Atë morë shat ligët. Hecim te lajmi numër 2. I sekond se ka duhet me lexuj çik se kjo që ka e fort fare. Jepi herë. Wow. Të raron duket. Imagjino, kjo ka dalë para se me le unë. Do më ka dalë për herë të fundit, Aha. Evangelion. Mas Ej. 30 vitesh, do filloj të nxjerrë anime tjetër. Se kur fillon nuk dihet, po që me plan e kanë, a kupton? Masi të vdesim unë në ti. Inshallah s'pa qenë në 30 vite tjera, se kështu si ka nisë kjo dynjoja me pesticide, se di me kapim apo jo. Po ju burgeri herë s'ka, këtë e keni sigurt. Të keqen. Ne jena bëjë shilë të nalt. S'ka për ty. Po kështu është kur pirë një vo dy poshtë edhe vinë gaznat në nalt. Po, e në gazi o rriti qik shmimi, jo? E lene mo na futën kështu hallesh. Qa kena ne gjë tjetë të hajrit? Do tjetë e prapë, Uf, mo. Demon Slayer, Infinite Castle, filmi 2. Del shumë shpejt. Ne s'kena pat parën akoma, se s'kishim lek për kinema, po inshallah 2 rrugë i punë. Gjo mu këtë sa faqe piratet mira, po e kena thjesht për kështu edukative këtë lloj, Po të lajmit. ka, po nuk na mëson ti për këto gjë, se ne dim po tha mos ti themi në televizor. Ja, ma ja. Di shkoj shef atje ku janë. Që ne këta po bëjnë Logjika anime me pirat, po ne modhet se po shohim në një dy filma faqe pirate. Allah, re. Për veten time. Ja pra, e lem, butshëm. Zoti madh, shkum te këto që unë si kam qef fare më këmet. A jepi herë. Janë këto për femra. Classroom of Elite. Shive qa emri ka. E këtu në harit drejqi që s'mësove herë anglisht. Në lehe Classroom of Elite, mërë. Nuk na ka lënë Ti si me pa të bo shkollën divjak? Ore, unë mirë që e di që 2 o bashkë bëjnë u, ti më thumë hu mëso anglisht. Hajde, menja, hajde. Ke drejt, tu gabova. Gjeje pak se pse dyshoj unë të kjo, se kjo del e sezoni 4, thot, me 1 prill. Tashi, 1 prille? a rrejnë, apo e kanë me gjithmen? Wallahi s'digjo. I bi me pritë në 1 muj ditë fix, shofim. Se këta zakonisht përderisa kanë bërë 3 sezone, dyshoj se kanë për të rrejt për të 4. As mos ma mërmenja vallaj. Po, i sekundi herë se që ka i mirë. Drejqë ta morë drejqë i rrëllin, ka ardë për punktu, s'ka ardë për tonë. Dhe nuk forë me gojën plotë o burë. pra mo. Ashtu të keqen. I sekund, publicitet. Po. Ikun ta poshtë, rëshklidi. Vinland Saga. Jerë këtu. Kjo. Këtu. Kape? Këtu. Focus. Ti mërë di kaja e pe? E pash mërdaj, Një shtonë. Veç për atë anime nuk gaboj dotun. Se thonë është fake, a kupta, jo për ne gjë, për nese. Vinland Saga, që kanë zirë ca lafe, se mangën e kanë bo, po që kanë zirë ca lafe që vijë sezoni 3, akoma si haber sigur vjetë tamam, po për ne me qef e presim. Po erdhi si vjetë, që baba duret,
më shumë se të lumtur që ta shikojmë. Se Inshallah s'hum në i tjetër të shise. Vallahi, ty pas sezonin e parë, dy krahasu me dytin, çfarë switch kanë bë, s'di qa me prit të i treti me të thonë drejten. A do bëhet prap agresiv ky tërfin i vogël, do presi flowet, e të bëhet mafioz, apo do rri prap i qetë, I have no enemies, kjo mbetet për të parë. E vërtet, lale. Këtu më ke kap matë, s'di qa me thonë, kena mësu në negativë, ka jo no, amigo. Vetë me mësove. Të bofsha kur bërë. Hajme në nej patatës. Të hongër drejgji, hongër. Në shino, e në i lajmë të funit ka mund që ta mëllë me këto lajme se u bom si a i me Steer Laps, pa e përmeni me emrin. Ja, të keqen, si a i mjesit. Pa me delën darka në 12 notës, po. Po na hanë, la, po na hanë, nuk po na... Vazhdojmë me qetësi se Mrejti Kaj është të na pa me xhelozi se pa hanë, e vërë gjo. Tash ReZero, këtë e thash mirë anglisht. Ja, të keqen. Sezoni 4, pritë të dali për i mujtë. Dhe dhe ky me 1 prill, të shofi, se nuk e dim. Dhe ky bori spam, nuk e di, mu më duket gjithmonë sikur është sezoni 1, sa e kuptoj, ky boj sezon vdes, kthehet prap, boj sezon tjetër vdes, Return from a different checkpoint, Jo, ky ka i fare drejtë, se ky e boj gjo gabim, tak, shtypat butonin, ja ngul thikën vetes, dhe opa, kthehet mrapa. A mon më të keqen, se po na ngatroj me këta t'jo vajt, që janë këto anime kështu? Të raron, dhe. Zene se thej. Se ekzistojnë akoma këta? Wallahi, shqyqyrë se janë hapë mose. Ja, fusimi patate për këtë t'jo vajse. Se ne e mbozi kërpullat. Ja shtu, o? Edhe këte si për ka unë 1-2 binderës. Po dhe emër kyqin, praf. Ore, shqyqyrë ako me pince. Ta shi, Mrejti Kaj, që të bëjmë të shinë të rehatohen a pak se vallahi, zbohet mo kjo punë kështu. Për gjithë ju që keni pa këto animet kryesore, keni pa këto që dalin gjitha nej në për TikTok e më thejt thash, të japë ca sugjerime që të shifni ca tjera. Po thuj mërë drejt taj që ka le nga 2002 që e sipër. Nese, ti do me na fut më shërë me dynjon, po pak rëndësi ka. Ju që keni pa anime që janë këto Dragon Ball, Naruto, One Piece e këto të famshmet, po ju japë ca jo shumë të famshme që janë super të lezetshme. To Be Hero X. Ka diku të 20 e ca episode, që s'janë shumë. Daq me e gdhejt shtu në djele maron, edhe më besoni që keni për të knaq. Është diçka që lidhet me rrjetet sociale, që janë herojnë që këta literalisht fuqizohen se sa njerëzit i japin like. S't'japin like, je i dobët. T'japin like, Super Saiyan. Mashallah, Shadokloni i bika shku Super Saiyan 4. Ja, Shadokloni a bosi ato që janë kështu, 5, 6, 7 janë shu flokët e mrapa. Pra mo, s'ka bikodin që jam merë për sipër. Ore, ene nuk i presim do të flokët dhe, kupto se... Vallahi, ti s'ke qa me premo. Ti i pret, ato fap dalim prap. Dalim dhe e dyta? Uf, mo. Sentence to be a hero. Prap me herojnë do me thënë. Kjo është një anime super e re, po është e freskët akoma, këtë sezon ka dalë. Paka shumë flet për një personazh negativ, antihero, që nga halli u detyru që të mbronte botën e pa drejtë të këtyre tjerëve që supozohet ishin herojt. Deshi s'deshi, tha me gjithë se jam 2 rrugë i punë, bëj dhe të keqin, bëj dhe të mirin, ti shpëtoj edhe prap bëj atë që duon. Që ka kasapi mirë, do më thënë. Kjo është Attack on Titan, Berserk, qa janë këto luftrat me gjakra, me prerje, me gjonat, gjitha bashk, po të rimodeluara me pak episode. Kështu që edhe grafikat i kishte super, edhe një sy se Boba Giu pëlqen në më thonin komente rrofsh lale që na dhe këto habere se si dishim ku me i pa. Tash ku ti shifni, doja lem të bio, se ju që s'keni kështu Crunchyroll që paguhet me lek, kena ne gjona tjera për ju. Doja sugjerojmë pastaj. E doj tjetër tash që është shumë e famshme që gjithë marrojnë se thej pastaj... Jo 2002 në e kështu? Këto. Pra mo? Jujutsu Kaisen. Unë kam qenë super fanatikur, kam pas sezonin e parë me thonë drejtën, se thash kjo pas ka kopju këtë, pas ka kopju atë, pas ka kopju të tjetrën. Por, do të që u zbukuru nga sezoni 2, do thënë, prapi ka kopju, jo se ka kopju këtë tjera të famshmet, pra mo? por që i ka boj qik më mirë, se që kanë më shumë lekta, morën më shumë hype, që kanë hyrë nëpër Netflixa e që janë këto tjerat, edhe kanë goxha popularitet midis njerëzve që kanë filluar të shikojnë anime sot, se kanë shumë pak episode, se kur i thurë ofve shikoj një anime me 800 episode e sipër, thënë me këto, shifni sezonin e 3. Qofse s'keni pa 2 të parët, i marroni shpejt.
edhe do më thoni prap faleminderit që na tregove. Është pik. Sezoni 3 ka marrë pjesa e parë, do vazhdoj pjesa e dytë shumë shpejt. Animimi është super, historia po zbukurohet dhe po bëhet super komplekse, kështu që Mreti Kaj, Më thuj, do e shohsh në di apo jo? vallahi. Ha? Mezi pa e pres vallahi, po na ho ky Netflixi si shkese vallahi. Prap kemi atë website-in. Po. Ky na tha, ky tha Që- tregoj unë vend. Jo. Po ti pa Mos përhapshu, unë e kisha për Ti çështje pa- edukative. Pa, ti pa puni, ç'a punë bë gjithë ditën? Unë? Ë. Unë shoh ty, s'kam ç'a bëj tjetër. Ja, shef ç'a punë bë. Me Ma ty në binore e drejsh. Me qesëm shef mu. Rëna shef. Kështu bo para zotit tat ti më drejsh. Atë më pra zbrit. Me pas brita hun vallahi. Ti do 3 qesë. Bra, Qesa ne. mos i gatro muhabetet. A do një tjetër super të bukur si Jujutsu, por shumica njerëzve se din ose përtojnë ose ju duket kështu kot nga emri. Qese me burgere. Jo, do na lesh hallin apo jo? Ha, pra. Anime, flasi për anime. Tjetra, Fire Force. Sezoni 3, pjesa 2 ka fillu. Besoj shumica janë ngrit pak fare me pa këto të para, se del gjitha ne nëpër rrjetet sociale. Ka literalisht animimin më të bukur për sa i përket zjarrit, që praktikisht është dhe më i vështirë për të bërë pas ujit, se kështu thon këta, po më duket më i vështirë zjarri. Historia po bë sens tash, po fillojnë të krijojnë një rend kronologjik se për çfarë bëhet llaf, se sezoni i parë s'është se të jep shumë, i dyti sapo të fut në histori, e në i treti të shpjegon gjithçka, ka aksion, ka komedi, ka çdo gjë që duhet të ketë një anime e shkurtër për të qenë e bukur, sepse nuk ka shumë episode. Po më vëmë se këto One Piece-rat po na përcjellin jo juve të vdekshmëve, po dhe neve këtë një sipër. Unë po përpiqem të maj frymën, se e dija që do flitse prap ti, po nejse. Çfarë po thoshe? Lene fare këtë muhabet. Atë keqen. Po ti e ka dosh drejgji pse sigurojnë njerëzit për ditën e Pokemonit mërdaj. Ta kesh prej meje këtë peshqesh. Na, hodhi Mreti Kaj i gjo prej sipër mëre. Ka dalë mos u nxef. Ashtu. Tashi, si ishte kjo Mreti Kaj, si ti shef të haberet kështu gjitha, se s'ke punë tjetër për në gjë. Që e lale ka qenë me 27 i ditë para se me u rreshtu planetët, këto se po lyshin bilardo me çunat, edhe sa i vuni bilat në ven ai, kupton, ishte dita Pokemonit Doli përpara. Arkeu si ty pastaj kriju si gjithçka e A fatën e pra mo, po se mi kene Big 3 aty mu përpara tavolinës. Ma, me luj këto? Ja jo, do t'i luj ato Apo ta se... lejmë ne këtu. O Mreti Kaj, po ka ke gjetë këtë mëse që ka lezetshme. Lale, ka fillu oj biznes shumë i mirë, tu të ju ka ko që operon ky Alba Game, po ka filluar në këtej sipër, po hap filial vallaj. E na dje ka hapë? Ka dal. Ba. Që futuni se ka morë vesh aty poshtë çoku lëvizin shumë to kartat e Pokemonit, boni lek jo horra. Po. Bojmë. Pra mo më rrejmo. E kuptoj, robin e shtyj kur shtja shumë njerëz nuk e din, kështu që ju sugjeroj gjithë ta provoni herë fatin se nuk kushtojnë shumë, edhe në fund ditës bova ki ju bine e gjojë shtrejtën e thoni, pastaj nxorrëm rrogën me i pago letra se turpi zotit se ço shkëm gjuqe në shitën këtu në Shqipëri tash. Shumë. Kështu që kaloni ka Alba Game se unë për vete kam bot rrugës. Zot boje marë se ku do dali. I rrogej që ti lale që s'ke shans, më sakt e ke, po se ke të bardh. I pa shpresi. A pra, po tjerët vallaj i qisin i pal pushime. Heqër me gjeti mu me ty. Ma bëj halal, vallaj. Pasimër mje bosja jo macja zezë, por sa shkoj unë me morën e gjomë, vend thush gjithë këtë se kjo e ka dhe, këtë tjetër e këtë i bleni i tjetër prap. Tash i direktojemi qik edhe unë, se që pa kjo punë. S'ke punë tjetër, pra, kjo është e gjitha. Pra, këto do i gjemë ne të Alba Game, e kam gjuqë që edhe i koleksionojnë këto, nuk i hapi nga kutia. Unë për shembull e kam ja 4-5 në shtëpi, po edhe shumë të tjera që i kam hapë se s'mleja jo miza, por që bova ki kur bojni me fëmijë ju që jeni në moshë time sot, do kenë super vlerë këto. Kështu që shifini, studiojeni, shikojeni, si tha atje, ju kam studiuar më shoqe, edhe kaloni nga Alba Game se Sander ma fisha, na kalote në i lajmë interesant se. Plasën dhe çokolata, lajmi pra. i fundit. Lajmi i fundit është që Hell Paradise, e thash mirë? Hajt mo, po ta qujmë. Zoti më, do mësoj anglisht herës tjetër,
dhe përpiqen që këto emra t'i lexoj sakt. Nëse Hell's Paradise është sezoni 2, kanë dalë disa episode. Praktikisht logjika këtu është që këto shogunët i morin gjithë kriminalet për mos me i vra, thonë hajde të përfitojmë të çojmë te i ishull që asnjëri se dinte se çka kishte, pa ama i gjojë kërkonin gjithë. Eliksirin e përjetësisë. E gjatë po i morin këto shogunat që i kena pa punë, që kena 30 vjet që i stërvisin me japim rrogën kot, ti ruajnë këta kriminalet, dhe shi që të shpëtojnë, sepse ai që gjente këtë eliksirin e përjetësisë merrte pa fajsin, na gjen këtë gjë, e t'ia japim kryetarit të fshatit. E ne këtu zbulojnë shumë gjëna të lezetshme. Sezoni parë ka qenë super, shumë pak episode, merreni se marroni. Sezoni 2 është akoma më super se historia ndryshon komplet. Të mirët bëhen të këqijt bëhen të mirë, e kështu me radhë. Majtas djathtas përplasen aty dhe mësojnë shumë gjëna të lezetshme. Kështu që ju sugjeroj ta shikoni edhe këtë. Edhe më thoni pastaj në komente se ç'a mendoni. Edhe mos harroni. Shkoni merrni edhe një kështu se ja vle, edhe sa për ta marrë për ta parë bukuri, për të kujtuar fëmijërinë. Sa më ke pëlqyer vallai. Po parat kur të më japësh? Tashi mos të vjerë kjo muhabet tash të Ja, lutem. po ne ka fshat tjetër. Pra, më mirë ha buk aty. Ha gjiza gush, se gjizat bën nesër. Po unë them shumë. Po më dikaj. Urdhë. Kjo del të hanë në orën 8. Po. Po. Më ledhin lajme të tjera super të bukura. Edhe unë du nga këta që po na shohin tash, që minimalisht një nga këto anime ta kanë filluar ta shikojnë. Edhe ndërkohë që një javë kosa dali episodi tjetër, te ato që ne do postojmë na komentoni se ç'a mendoni për këto animet. Qofse në njëra për këtyne është gënjim, episode bëm. Do sugjerojmë tjera. Thash se do i rimbursoje mërder. Po ti s'to mi jep lek, unë çfarë të jap këty në shpirtin. Po ai s'ka ngel. Mund t'i jap në shprehje të bukur, por këtë do ja lë për episodin e radhës. Ta bëjmë kështu me shprehje në fund për ta mbyllur. Për këtë episod unë ju uroj gjithë të mirat, shihemi javës tjetër. Notën e mirë edhe ka unë nalt. S'na lera hatë. Mirupafshim.